Angjelusha Saliu befasuhet nga bashkëshorti të dhurata plot dashuri që mori. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore shqiptare, Angjelusha Saliu ka ndarë me ndjekësit e saj një moment shumë të bukur e romantik. Në Insta Story ajo ka publikuar një buqie të mrekullueshme me lule, e cila sipas të gjitha gjasave është dhuratë nga bashkëshorti i saj Mergimi. Angjelusha, e njohur për ëmbëlsinë dhe thjeshtësinë e saj, nuk ka shkruar asgjë post një zemër pranë imazhit, por kjo ka mjaftuar që fantat të kuptojnë se pas buqit të qëndron një gjest dashurie. Këngëtarja prej Kuës gëzon një martesë të lumtur dhe shpesh ndan momente të ngrohta nga jeta e saj personale. Ky postim ka marrë vëmendjen e admiruesve të saj, të cilët kanë përgëzuar çiftin për dashurinë dhe harmoninë që e përcjellin në çdo paraqitje. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.